Zona e Peqinit është e njohur në mbar vendin për mbarshtimin e gjilit të detit, megjithatë vitet e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për fermerët që merren me rritjen e këtij shpendi, kjo për shkak të shpenzimeve të shumta që ata kanë gjatë vitit dhe me çmimin e ulët me të cilin shpendi tregtohet. 70-vjeçarja Servet Epaje prej gati 30 vitesh merret me mbarshtimin e gjelit të detit. Ajo shpreh se gjatë gjithë vitit ushqimi kushton shumë, por edhe ilaçet me të cilat shpendët duhen trajtuar, pasi janë mjaft delikat. Shumë vështirë. Edhe këtë vit jam betuar që nuk i voj mojoja. Po prap dhe bëj këtë kohë për të hangër. Po ilaçet i duhen, më bi, po 2 herë vaksinat i duhen. Tani që 2 që gati smunë fare, mos kishe ilaçe, s'kishe mos i veve, aty në qendër t'i blej. Ana çet nuk merr atë shpend gjithë dhe shpenzimet ja. Problematik sipas saj mbeten gjelat e detit të importuar nga vendet e tjera, çmimi i ulët me të cilën ata shiten, gjë që tërheq shumë konsumatorin. Ata vjen marrin ata që vinë nga Greqia të ngorë të shoqë. Shteti asë gjomë më të vogël. Shteti, vetëm me krahaton, vetëm me çikën tonë. Të shumt janë mbashtuesit e gjelave në zonë të cilët kanë falimentuar e Servetja shpreh se vitin tjetër nuk do të mbarshtojë vetëse për vete, teksa shton se shteti nuk jep asnjë ndihmë për ta.